Objektet e trashëgimisë kulturore dhe natyrore mbetën oferta kryesore e Elbasanit për të tërhequr sa më shumë turistë, edhe pse në disa prej objekteve të trashëgimisë kulturore është ndërhyrë për restaurim, shumë të tjera ende presin investime. Kryetari i Bashkisë së Elbasanit Gledian Llatja ka bërë publik projektin për të kthyer këto objekte në muze të hapura për turistët vendasdet huaj. Muzeun etnografik ne kemi përfunduar rekonstruksionin e pjesëshëm para disa muajsh. Në fakt është një rekonstruksion i cili ishte i domosdoshëm. Ndërkohë që po punohet bashkë me projektin, me këtë projekt që po flasim, po punohet për rivitalizimin e shtëpisë Lefnosit. Është një projekt të cilin ne kemi lançuar, po pritet tashmë që të përfundojë dhe ai si projekt. Duam atë ta kthejmë në një muze dhe shtëpinë e Lefnosit. Qëllimi nuk është vetëm Lefnosi, po të bëhet një kompleks i tërë muzesh, ashtu siç në fakt po investojmë ne si bashki në Muzeun e Arsimit, ashtu siç po këtu pranë nesh në fakt është edhe shtëpia Aleksandër Xhuvanit, e cila dhe ajo po rivitalizohet në një galeri arti të qytetit të Elbasanit. Gjithashtu do të rivitalizohet burgu i vjetër, edhe aty presim që të kemi një rivitalizim dhe një përshtatje të gjithë strukturës së saj, gjithashtu edhe hamami i grave, i cili dhe ai ndodhet në Via Egnatia, në rrugën Egnatia. Gjithashtu ky projekt parashikon shumë ndërhyrje, kryesisht në infrastrukturë, por edhe në rehabilitimin e banesave dhe të vizualitetit të gjithë godinave. Vëmendjen e pushtetit lokal janë edhe destinacionet natyrore. Funari dhe Gjineri janë dy prej zonave që vitet e fundit kanë njohur rritje të numrit të vizitorëve dhe interesit turistik. Një nga sfidat kryesore për turizmin në Elbasan mbetet fakti se pjesa më e madhe e vizitorëve janë turistë tranzit, çka konsiderohet një pikë ku duhet punuar më shumë për zhvillimin e këtij sektori në të ardhmen.